113 vjetori i shpalljes së pavarësisë ka bërë bashkë drejtuesit e shtetit shqiptar dhe të Kosovës në Vlorë, ku më 28 nëntor 1912 Ismail Qemali ngriti flamurin kuqezi të pavarësisë së Shqipërisë. Presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetari i parlamentit Niko Peleshi dhe kryetaria e bashkisë e sapo zgjedhur e qytetit Brunilda Mersini kanë marrë pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit në Vlorë, që u shoqërua nga himni kombëtar. Në sheshin Flamur u vendosën kurora me lule në shenjderimi nga zyrtarët e lartë të shtetit. Kjo festë përsëri e gjeti politikën të ndarë, duke festuar edhe bërë homazhe të veçanta edhe me orare të ndryshme. Partia Demokratike në këtë ditë feste kombëtare, në këtë ditë të shenjtë për kombin shqiptar, uron gëzuar këtë festë, gëzuar këtë ditë të madhe çdo shqiptari. Është 28 nëntori, dita kur Skënderbreu ngriti flamurin në Vlorë, është dita Skënderbreu ngriti flamurin në Krujë, është dita kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe është dita kur shlirua Shqipëria. Prandaj kjo ditë është ditë e bekuar dhe e shenjtë për shqiptarët. Shumë shqiptarë të Kosovës janë mbledhur në qytetin ku ngrit flamuri për të festuar ditën e pavarësisë, por shqiptarët kudo që ndodhen festojnë sot 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. 28 nëntori ka rëndësi të veçantë historike, pasi përkon me ditën kur më 1443 Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin e kastriotëve në Krujë, duke udhëhequr rezistencën e shqiptarëve kundër perandorisë osmane. Gjithashtu, 28 nëntori përkon me lindjen e kryekomandantit legjendar heroj të Kosovës, Adem Jashari, i cili sot do festonte 70 vjetorin.